Besoj që sporti ynë është më i vjetër se shteti ynë. Kosovës shtetë ndërtimi ynë demokratik ka kontribu shumë sporti. Tash ne po përpiqemi me krejt çfarë dime mundemi t'ja lajmë një pjesë të vogël të borxhit madh që kemi ndaj tyre dhe besoj që këtë po e bëjmë si asnjë qeveri para neve. Sporti është jo vetëm imazh ndërkombëtar, por sporti njëkohësisht është edhe shëndet, sidomos për rinin, dhe atë jo vetëm fizik, por edhe mendor. Prandaj çdo euro e investuar në sport kthehet shumë fish për qytetarët mbar. Po tash gjithmonë mundet me bo shteti shumë më shumë për sportin, se sa që po bën sporti për shtetin. Më them kemi sportistë mrekullueshëm ndërkombëtar tash që po na e zdritin fytyrën ndërkombëtarisht në sporte të ndryshme. E uroj, po them që edhe institucionet, ne si kryeqytet jemi duke bë të pamundur që të investojmë sa më shumë në sport. Në programin ton 4 vjeçar tash kemi përveç projekteve madhore të fshatit olimpik, i cili është pjesë e proceseve tona, kemi edhe gjimet vertikale të cilat i kemi të parashikuar për me instalu në përlagje të ndryshme, pra me pru sportin afër qytetarëve, afër sportistëve, afër të rive tona aty ku jetojnë, pra të investojmë sa më shumë që është e mundur, sepse kjo është investim në të ardhmen tonë. Pra nëse investojmë në sport, në rinin tonë, do të kemi rini më të shëndetshme, ashtu edhe në aspektin psiqik edhe në aspektin fizik. Po, kur ta shiqosh kontributin e sportit për shtetin, shteti u mundu me ja kthy dhe janë bërë disa hapa jashtëzakonisht të rëndësishëm, si që janë shpërblimet e përhershme, shpërblimet aty për aty kur fitohet medalja olimpike, pastaj ligji për sponsorime. Mirë po, shteti duhet të bëj edhe më tepër për ndërtimin e infrastrukturës sportive, për përgatitjen e njerëzve që të na përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare,